تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، يقول بعض الدعاة هنا عندنا إنه لا تجب طاعة ولي الأمر إذا كان ظالما أو جاهر بالمعصية، فما الحق في هذه المسألة وما مذهب السلف فيها مع ذكر الأدلة وأقوال العلماء؟ وعلما بأن هذا الداعية خالف حديث اسمع وأطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي مناقشته لهذا الحديث قال نعم وإن أخذ امرأتك أو ولدك فكيف نسمع ونطيع؟ ثم قال هؤلاء الذين يقولون هذا يصورون لنا نبيا جبان، فما الجواب عليه بارك الله فيكم؟ Thot kjo pyetje, dikush prej thirrësve tek ne ka thonë se nuk është obligim bindja ndaj pushtetarit nëse është i padrejt ose i bën mëkatet haptazi. Pra cila është e vërteta në këtë çështje dhe cili është mëdhëbi i selefëve në të, duke përmendur argumente dhe fjalë të dietarëve, duke ditur se ky thirrës gjithashtu e ka kundërshtuar hadithin dëgjoj dhe bindu edhe nëse ta rre shpinën dhe ta merr pasurinë, dhe ja ka shtuar në debatin e tij me këtë hadith, ka shtuar po edhe nëse ta merr gruan edhe fëmin, pra nuk ka bindje ndaj tij, dhe ka thënë ata të cilët e thon këtë fjalë duan ta paraqesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si frikacak. Pra si është përgjigjja ndaj tij? أولا القول بأنه لا يطاع إلا أئمة العدل الذين لا يظلمون ولا يجورون، هذا قول الخوارج. حملوا أحاديث الطاعة كلها على ولاة العدل. Fillimisht, kjo thënie se bindja është vetëm ndaj pushtetarëve të drejtë, të cilët nuk bëjnë padrejtësi, kjo është fjalë e xhavarixhëve. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في وجوب الصبر على ولاة الجور ولاة الظلم وعدم الخروج عليهم. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta që urdhërojnë për durim ndaj pushtetarëve të padrejtë dhe që urdhërojnë për mos ngritje kundër tyre, mos rebelim kundër tyre. بل النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة كما في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قوله وأثر علينا أي أنهم وإن استأثروا بالحقوق وظلموا يجب السمع والطاعة لهم بالمعروف. Në hadithet shumëta urdhërohet për durim ndaj padrejtësive të pushtetarëve. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë si kontrat, do të thënë me sahabët, që ka kërkuar besën e tyre, ka kërkuar që t'ja japin besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se do t'i dëgjojnë pushtetarët dhe do t'u binden kur do të thënë ka thënë kur ju duket juve e rëndë, edhe kur ju duket e lehtë, edhe kur dëshironi, edhe kur urreni diçka, edhe kur ju bëhet padrejtësi. Pra fjala wa atharatin alejna, si ka thënë Ubadah ibn Samit, do të thënë edhe kur na mangësohen të drejtat dhe i marrin për vete pushtetarët. Do të thënë kjo tregon se bëhet fjalë për pushtetarë që bëjnë padrejtësi. بل هذا جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. انظر كيف ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب طاعة ولاة الأمر وإن حصل منهم الجور والظلم. Po ashtu në hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoj dhe bindu kur të duket e rëndë dhe kur e ke të lehtë dhe kur je në disponim, do të them, për ta bërë ose je i lumtur për ta bërë dhe kur e urren një gjë dhe kur të bëhet padrejtësi, wa atharatin alejk, do të thënë kur lihet pas dore haku yt dhe e merr për vete atë hak. Do të thënë, kjo është përforcim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam direkt që ju ka thënë sahabeve në këtë mënyrë.
هذا أيضا جاء نصا في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه لما ذكر الأمراء فقال عليه الصلاة والسلام قال خير أمرائكم أو أئمتكم الذين تحبونهم يحبونكم تلعنونه وتصلون عليهم ويصلون عليكم قال وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ويعني تبغضونهم ويبغضونكم. فقال في الحديث قال الصحابة أفلا ننابذهم يعني نخرج عليهم نقاتلهم لا نطيعهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم نص انظر إلى نص النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله هذا عادل أو جائر؟ جائر. قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Gjithashtu edhe në hadithin që transmeton Auf ibn Malik radhiyallahu anhu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pushtetarët tuaj më të mirë janë ata të cilët ju i doni dhe ata ju duan dhe ju luteni për ta dhe ata luten për ju dhe pushtetarët tuaj më të këqij janë ata të cilët ju i urrejni dhe ata ju urrejnë, ju i mallkoni dhe ata ju mallkojnë. Dhe në këtë kontekst sahabët kanë pyetur a ti luftojmë ata, do të thonë të çohemi kundër tyre dhe ti heqim nga pushteti. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo, përderisa do të thënë nuk lejohet pra kryengritja kundër tyre që janë të padrejtë, derisa të shihni kufër të qartë prej tyre. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush sheh një mëkat te pushtetari i tij. Pra shehu thotë a është ky që e bën haptas mëkatin apo jo? Do të thënë pasi e shihni ju mëkatin që e bën pushtetari, ka thënë le ta urrej atë që e sheh. Do të thënë ta urrejsh mëkatin, por asesi mos të dalësh nga bindja ndaj tij. Do të thënë në çështje të tjera. بل أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم حديث حذيفة هذا الحديث الذي يبغضه الخوارج. Pashtu është përmendur në hadithin që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, këtë hadith të cilin e urrejnë xhavarixht. Do të thënë edhe tallen me këtë hadith. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى صفة الظلم الذي ذكره قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان ينس. هذه صورة من الظلم شديدة. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tekstualisht në këtë hadith, ka thënë do të ketë pushtetar pas meje, të cilët nuk udhëzohen sipas udhëzimit tim dhe nuk ecin sipas sunetit tim. Ata kanë zemrat shejtanëve në trupat njerëzve. Do të thënë ky është përshkrim shumë i tmerrshëm për pushtetarët. فقال أبو ذر يا رسول الله كيف أصنع أن أدرك ذلك؟ Atëherë Abu Dharri radhiyallahu anhu ka thënë dërguari i Allahut, si të veproj kur ti shoh këto, këtë formë të pushtetarit. هل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج لا تسمع ولا تطيع قاتل هؤلاء حرض الناس تكلم في المنابر؟ قال لا اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني حتى لو وقع الظلم عليك يجب عليك السمع والطاعة. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pyetur Abu Dharri, ai ka thonë luftoi ata, çohu kundër tyre, nxiti njerëzit, bën shaj ata nëpër mimbere. Nuk I ka thënë ashtu, por I ka thënë dëgjoj dhe bindu. Edhe nëse ta rresh shpinën dhe ta merr pasurinë, dëgjoj dhe bindu. معنى الحديث أنك لا يجوز لك الخروج ولا تهيج الناس ويبقى ولي أمر ويسمع له ويطاع، لكن لا يعني هذا الرضا بظلمه ولا تسويغ ظلمه ولا مدح ظلمه، بل نقول أنها ما فعله نعتقد أن ما فعله ظلم ومعصية، لكن هذا معنى الحديث لا يسوغ الخروج على ولي الأمر لأن هذا فيه مفاسد أعظم. Pra, kuptimi I këtij hadithi është se nuk lejohet, do të thotë, kjo gjendje e pushtetarit nuk ta bën të lejuar që të çohesh kundër tij edhe të nxitesh kundër tij. Por kjo nuk do të thonë se duhet ta arsyetosh
padrejtësinë e tij ose ta mbrosh mëkatin e tij. Do të thonë patjetër ne themi se kjo që ka ndodhur ose kjo që e ka bërë ai është padrejtësi, edhe është mëkat. Por megjithatë vazhdon bindja edhe mbajtja e rendit, do të thonë dhe lojalitetit ndaj tij. وأما من يأتي ويقول وإن فعل وإن زنى وإن فعل هذا كله من ضرب الأمثال معارضة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب عليك التسليم وأن نعتقد أنه ما من معصية تسوغ لنا الخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم بالمعروف، لا نسمع لهم في المعصية، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لكن عدم السمع والطاعة لهم في المعصية لا يعني تسويغ الخروج عليهم وحث الناس على ذلك. Edhe këta njerëz të cilët thonë po nëse ta merr gruan, nëse bën zina, nëse bën ashtu, nëse bën kështu, kjo është sjellje e shembujve kundër, do të thënë teksteve të shariatit. Pra kjo kuptohet se nuk është në nështrim ndaj Kuranit dhe Sunetit. Prandaj thot mos pranimi i mëkatit nuk do me thonë ngritje kundër pushtetarit. Pra në këto tekste, në këto hadithe tregohet obligimi për të qëndruar me bindje ndaj pushtetarit. Por kjo bindje ndaj pushtetarit, siç është në hadithe bil ma'ruf, do të thonë në të mirë. Pra përderi çdo urdhër që të vjen, i cili nuk është mëkat, do të thonë atëherë është obligim bindja ndaj tij. Nëse të urdhron ty personalisht për mëkat, nuk lejohet bindja sepse nuk ka bindje ndaj krijesës për të bërë mëkat krijuesit subhanahu wa ta'ala. بل النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة مهمة في التعامل مع ولاة الأمر، وهو ما جاء في حديث وائل بن حجر قال سأل Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka vendosur një rregull të rëndësishme në lidhje me pushtetarët në hadithin që ka transmetuar Wa'il ibn Hujr. أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، هذا ظلم أو ليس ظلم؟ يأخذونهم حقوقهم لكن يظلمون الناس ولا يعطونهم حقوقهم. Transmeton Wa'il ibn Hujr se Selema ibn Yazid al-Ju'fi ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: si mendon ose si na thua nëse kemi pushtetar të cilët na i kërkojnë hakun e vet, ne, por nuk na japin neve hakun ton. Pra pa dyshim se kjo është padrejtësi. Pra si kur ata kërkojnë që ne ti zbatojmë ose ti plotësojmë obligimet tona ndaj tyre, kurse ata nuk i plotësojnë obligimet e tyre ndaj nesh. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كرر السؤال مرتين أو ثلاث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي أنهم يجب عليهم العدل وهو الله عز وجل يحاسبهم عن العدل ويحاسبهم على ظلمهم، وأيضا يجب عليكم السمع والطاعة بالمعروف والله سيحاسبكم إن قصرتم. فلا يجوز الربط بين القضيتين، لا نطيع إلا إذا عدلوا، قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Atëherë pyetësia ka përsëritur disa herë pyetjen dhe nuk i është përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pas përsëritjes pyetjes ka thonë dëgjo dhe bindu, sepse ata e kanë obligim atë me të cilën janë ngarkuar dhe ju e keni obligim atë me të cilën ju jeni ngarkuar. Do të thonë që ata do të pyeten edhe do të merren llogari për padrejtësinë që e bëjnë. Dhe ju pyeteni dhe merreni llogari për bindjen ndaj tyre që ju ka urdhëruar Allahu. Domethënë kjo nuk do të thonë pra
ata kanë përgjegjësi për padrejtësinë, edhe do të japin llogari para Allahut nëse bëjnë padrejtësi, por edhe ju jepni llogari nëse çoheni kundër tyre. Prandaj nuk ka në tekstet e shariatit me këtë kuzim që bindja do të bëhet vetëm nëse ata janë të drejtë 100%. Pra këtu tregohet qartë që nëse bëjnë padrejtësi, do të thonë vazhdon bindja. بل هذا هو وصية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنس يقول رضي الله تعالى عنه: أوصانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نعصي ولاتنا وأن لا نغشهم وأن نصبر عليهم فإن الأمر قريب. Dhe kjo ka qenë edhe porosia e sahabeve radhiyallahu anhum, siç thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thot na kanë porositur të mëdhenjt tanë që të dëgjojmë dhe të bindemi dhe të jemi të çiltër, do të thonë mos i tradhtojmë pushtetarët tanë dhe të jemi durimtar ndaj tyre, sepse çështja është shumë e afërt, do të thonë shumë shpejt mbaron kjo jetë dhe vjen llogaria në ahiret. وهذا أيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل حديث حذيفة السابق الذي يستهزئون به. وجاء عن سويد بن غفلة أنه قال له عمر رضي الله عنه قال: لعلك أن تخلف بعدي فاسمع وأطع وإن حرمك فاصبر وإن ضربك فاصبر وإن أمرك بأمر فيه منقصة لدينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني ما تطيعه في المعصية لكن لا تخرج عليه. Gjithashtu, kjo është porosia Omerit radhiyallahu anhu, që është në përputhje me tekstin e hadithit, të cilin e urrejnë Khawarij të tallen me të. Është që ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, ndoshta pas meje do të kesh tjetër pushtetar, dhe ka thonë dhe ndoshta do të bëj padrejtësi, do të thonë ti dëgjoj dhe bindu, edhe nëse të privon nga të drejtat e tua, do të thonë nuk ti jep të drejtat, vazhdo në bindje ndaj tij, edhe nëse të rre, gjithashtu, pra bindu atij. وهذا ما عليه إجماع السلف. من يقول أنه من الأئمة قال بهذا، هذا إجماع السلف ومذكور في عقائدهم أنه يسمع ويطاع لولاة الأمر سواء عدلوا أم جاروا. مذكور ذكره البخاري والإمام أحمد وابن بطة وغيرهم من السلف من كتب الاعتقاد ونقلوا الإجماع على ذلك. Dhe kjo çështje është për të ka unanimitet, ixhma të selefët. Domethënë nëse pyetin njerëzit kush prej dietarëve e ka thonë këtë fjalë, domethënë jo kush prej dietarëve, por të gjithë dietarët janë unanim për këtë mendim. Prandaj dietarët e hershëm e kanë përmendur në librat e akides, si e ka përmendur Imam Bukhari, Lalekai, Ibn Batta dhe të tjerë, domethënë është prej pikave të akides, bindja dhe dëgjimi i pushtetarëve. وأما من يقول بأن هذا جبن أو خور أو تزلف للسلطان أو أنكم عبيد السلاطين، هذا كله من الاستهزاء في السنة والطعن في أحاديث رسول الله، لأن الذي أمرنا بالصبر وأمرنا بعدم الخروج هو نبينا عليه الصلاة والسلام. Dhe njerëzit të cilët thonë se kjo është, domethënë, frikacakllëk ose është demek mungese trimërise kështu me radhë, ose është, domethënë, dëshirë për t'ju afruar pushtetarëve ose interes të pushtetarëve, fjalë të këtilla. Këto të gjitha janë tallje me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai që na ka udhëruar për bindje është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, domethënë, vazhdon bindja dhe nuk është çështje e frikës ose interesit. وأهل الجبن والخوف حقا هم الذين يحثون الناس على الخروج وهم جالسون في بيوتهم أو يجلسون في بلاد الكفر في أوروبا وغيرها، ويحرضون الناس والمسلمين على الخروج على ولاتهم. ولا تجد متى سمعنا عبر التاريخ لما نسمع هؤلاء المشايخ القطبية ومشايخ التكفير
أن أحدهم فجر بنفسه أو أحدهم ذهب وجاهد بنفسه، إنما يجلسون في بيوتهم ويحرضون هؤلاء الشباب المساكين الذين يأخذونهم ويرمونهم في بلاد الفتن، ثم بعد ذلك يقول أنتم السلفيين، أنتم الجبناء، أنتم الجبناء الذين رميتم بهؤلاء الشباب المساكين ورطوهم في الفتن حتى مات بعضهم وهلك بعضهم، تنتظرون فقط الثمرة وتأخذونها. Frikacak të vërtet janë ata të cilët I nxisin të tjerët për këto punë dhe vetë rrinë në shtëpitë e tyre, edhe shumë prej tyre janë në vendet e kufrit në Evropë dhe në vende tjera. Do të thënë ata rrinë qetë në familjet e tyre dhe I nxisin të rinj që të shkojnë në vendet e trazirave dhe në vendet rrezikshme, që ta shkatrojnë vetveten, edhe shumë prej këtyre të rive e kanë shkatruar veten, janë vrarë kështu me radhë, kurse ata rrinë në vendet e tyre dhe presin t'i korrin frytet. Dhe asnjëherë nuk kemi dëgjuar në histori që dikush prej hoxhallarëve të kutbive ndonjëherë ka shkuar dhe ka shpërthyer vetveten. As nuk kemi dëgjuar që kanë shku, domethënë këto, sepse ata I justifikojnë këto sulmeve të vrasëse, dhe ato janë të ndaluara, por pasi ata justifikojnë, nuk kemi dëgjuar prej tyre dikush që ta bëjë këtë. Por vetëm I fusin zjarr në shkatrim të rit e gjorë, edhe pastaj thonë ju selefit jeni frikacak, domethënë realiteti është se ju jeni frikacak. Në që I nxisni të tjerët dhe vetë pritni vetëm t'i korni ato frytet e nxitjes suaj. الأدلة في ذلك وإجماع العلماء وآثار السلف الصالح الصحابة والتابعين وأقوالهم كلها ذكرتها في كتابي ضوابط معاملة الحكام، الرد على شبهات هؤلاء من عدم أو جواز الخروج على ولاة الأمر الجائرين. Argumentet për këta janë të shumta, do të thënë argumentet për bindje ndaj pushtetarëve dhe mbajtje të rendit dhe do të thënë vazhdim ndalimin e rebelimit, janë argumente të shumta dhe shehu e ka pasur disertacionin e magjistraturës në këtë temë dhe I kam mbledhur gjitha argumentet dhe fjalët e dietarëve dhe ixhmajin e dietarëve, ixhmajin e Ahlus Sunnetit për këtë çështje. جزاكم الله خيرا.